po don me thonë që në Gjakov nuk ka dallim. Jo, absolut. Qytet fshat. As nuk ka pas asnjëherë. S'ka pas asnjëherë. Nuk ka pas dhe nuk ka dhe nuk do të ketë, por që E çka po mendon që i kanë ngritur këtu? Gjakova si veni ndoshta edhe gjeografikisht është në afër Shqipërisë. Edhe si vend ndoshta që ka qenë më lidhur kombëtarisht, edhe me Shqipërinë, edhe me e dim shumë mirë që edhe ata serbë që kanë qenë Gjakov kanë folë shqip, sepse nuk kanë guxuar me fol jashtë. E dim shumë mirë, e dinë edhe gjeneratat më të vjetra. Trajtimi që ka bëu aty ne. E do më thonë që e vetmja rrugë që shteti genocidial ka gjetë për me kriju një armiqësi ose një hasëm në mes shqiptarëve ka qenë kjo propagandë. Fshat qytet. Propagandë e cila, edhe njerë po thëmë, dhe njerëz intelektual, pavarësisht geografisë ku kanë jetu, kanë qenë fshatar në tru, kanë ra prej e këtij provokimi. Nuk do më thonë me qenë fshatar nëse ti ki shpinë fshat, absolutisht. Ti mund është me qenë midis qytetit, po me qenë këtu.